ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن مثل صاحبكم هذا كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار هي الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. E thash vëllezër hadithin përgjithësi që edhe vëllezërit tjerë ta kuptojnë. Kjo është një hadith i madh, është hadith madhështor, cilin e ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Jabiri ibn Abdullah. Jabirin e dim është prej sahabeve i cili dikund 1540 hadithe i përcjellën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Babai i tij është Abdullah ibn Haram, ra shahid në luftën e Bedrit. Babai i Jabirit, Jabiri ishte fëmijë. Nëse doni ta dini, babai i Jabirit ka qenë ai që Muhamedi alayhis salam kur erdhi te shtëpia e këtire, thash diçka me tregu për këtë sahabiun, edhe për babaun e tij. Jabiri ishte fëmijë i vogël, motrat i kishte të mëdhaja, të rritura, e kajshin se babai i tij ra. Dhe me thonë vdiq, gjithë në rregull, gëzohen se shahid për nënën tjetër, mungon krijetari i familjes. Krijetari i familjes me plot kuptimin e fjalës. E atëherë Muhamedi alayhis salam tha kani ose mos kani. Askujt Allahu nuk i ka fol drejt për zdrejti, pa ndërmjetësues, përveç babait juaj Abdullahit. Ati i ka fol Allahu Gjelleshanu direkt, dhe ai ka thonë Allahu Gjelleshanu, pasi që e ka pa vendin e tij në xhennet, i ka thonë ja Rab, kthem edhe një herë të luftoj e të vdes. Allahu Gjelleshanu tha jo, kjo është vetëm se është një herë. E djali i tij Jabiri radiallahu ta'ala anhu është prej ansarve, është prej muhaxhirëve, Jabir ibn Abdullah al-Ansari al-Khazraji, ose për fisit Khazraj. E na përcjell këtë hadith madhështor që e le thash une në ashtu dhe me thonë si që qëndron në Sahihun e Imam Buhariut. Thot Jabiri, erdhen melekët e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e gjetën pejgamberin alayhis salam ishte fletur. E një grup prej tyre thanë ki është duke fletur, tjerët thanë jo, innehu naimun wal qalba yaqdhan. Ai si ka vetëm sit i ka të mbyllura, por zemrën e ka të zgjuar dhe e kupton çdo gjë.
E atëherë tha një grup tjetër, fa inda li sahibikum hadha mathal, e ki person për Muhamedin a.s. ka një çështje të madhe, ka me lujt një rol të madh, puna e tij, nomi i tij është shumë i madh, misioni i tij është madhështor, puna e tij është gjigante. Inna li sahibikum hadha mathala fadribu lahu mathala. E atëherë thanë, sjell një shembullin këtij ta dëgjon. Do me thonë melekët flasin e Muhamedi a.s. është duke fletur. Prandaj tha një grup tjetër, innehu naim, si me ja pru shembullin, si me ja rafi, do me thonë atë çështjen e Muhamedit a.s. me pak fjalë, me i boni përshkrim që ki ta kupton. Thanë si po ki fle, ato i thanë jo, veç si ti ka të mbyllur, kurse zemrën e ka të zgjuar. E atëherë grupi tjetër i melekëve thanë, inna mathala sahibikum hadha ka mathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dabatan wa ba'atha da'iyan. Shembulli i këtij thanë si çështja e atij personit i cili ka ndërtuar një shtëpi të mirë, e ka ndërtuar një pallat të madh me kopsht i rrethut, është ai vendi që nuk mund të hinë askush pa thirrje. E pra ai Zoti i cili e ka ndërtuar atë shtëpinë, pallatin e madh, e dërgoi një person, tha shko thirri njerëzit le të vinë brenda këtu. Fa ba'atha da'iyan, faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dar wa akala min al-ma'daba. Ai cili i përgjigjet thirrësit, më përpara kur ka pas darsëm, më thonë po edhe sot është, por ka qenë më thonë unë mbaj mend, edhe shumica e juve na përkatun krijetari i familjes që e ka bë darsmën, i ka shujt emrat dhe ja ka dhënë një personit, një djalë i tri dhe ka thonë shko thirri njerëzit, kje selam pi filanit jeni thirrur në darsëm, e pastaj ja ka treguar rendin e darsmës, kur vin domethënë nishani apo petkaxhit, kur vin e kështu me radh, kur mirët nusja e të gjitha ja kanë treguar atyre, edhe kështu thot ai i cili e ndërtoi shtëpinë, e ndërtoi pallatin, dërgoi një person, edhe ai i cili u përgjigj thirrësit, hini në atë pallat, edhe hangu, pastaj wa ja'ala fiha ma'daba. I zoti shtëpisë i cili e ka ndërtuar atë pallatin, në mesin e shtëpisë ki shtru një sofër të madhe, do të thonë një tryz, një tavolinë të madhe me të gjitha llojet e ushqimit. Po kush dehane prej këtu? Ai i cili i përgjigji kujt? Atij thirrësit. Ai që ju përgjigj thirrësit do të ketë drejt hinë në atë pallat, edhe çka? Edhe do të ketë të drejt të hane prej asaj trysës, prej atij ushqimit. Pastaj kur e prum të këtë shembullin, i than awiluha lahu yafqahuha, i than po kjo diçka shumë e rëndë, do të thonë kush i përgjigjet thirrësit do të hinë në atë pallat edhe do të hane prej asaj sofrës që është rrirë. Disa prej melekëve kjo ju duk pak, i than duhet me ja shpjegu këtij. Pa ato than si me ja shpjegu, innehu naim, për Muhamedin a.s. ai është duke flet. Ai grupi tjetër tha innal ayna naimatun. O si ti ka të mbyllur, po si ti flen, wal qalba yaqdhan, zemrën e ka të zgjuar. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo herë se në rivajete tjera vëllezër thuhet ka ardhur Xhibrili te koka dhe Mikaili i ka ardhur Muhamedit alayhis salam te këmbët. Tun këtë rivajet që është në Sahih al-Bukhari thuhet kanë ardhur melekët, një grup prej melekëve. E thanë shpjegonja këtë tamam, kush është puna, kush është ai i cili e ka ndërtuar, do me thonë atë shtëpinë, atë pallatin. E melekët thanë ai i cili e ka ndërtuar pallatin është Allahu xhalleshanu. Po ai pallati fadaru el-janna. Ai pallati i mirë kush është? Është xheneti. Ai triza, ai sofra janë ushqimet e xhenetit. Faman ajaba ad-da'i dakhala al-jannata wa akala min al-ma'dabati. Ai i cili ju përgjigj thirrësit do të hinë dhe të hanë në atë tavolinë. Pastaj than faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Ai i cili i përgjigjet thirrjes së Muhamedit alayhis salam në dinjë, i është përgjigj thirrjes Allahut xhalleshanu dhe ai në xhenet ka me hita ai pallati kush ishte xheneti. Triza, sofra me gjitha ushqimet janë ushqimet e xhenetit. Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Ai i cili i përgjigjet thirrjes Muhamedit alayhis salam, i është përgjigj thirrjes Allahut. Wa man asa Muhammadan, ai i cili nuk i përgjigjet thirrjes së Muhamedit alayhis salam, faqad asa Allah. Ai e ka kundërshtu Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj askush nuk mund ta kënaqë Allahun xhalleshanu vetëm atëherë kur i përgjigjet kujt? Thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Vëllezër, a e dini si mbaron hadithi, si përfundon? Wa Muhammedun farqun bejnë nas. Dhe Muhamedi i ndan njerëzit në dy grupe. Sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundet ti ta ndjekish edhe sunetin, edhe t'ua bësh dhe me thonë qefin tjerve, edhe t'i knaqisht edhe bidatçit. Nuk mund të adhurosh Allahun subhanahu wa taala me tauhid, po të njëjtin kohë t'i knaqisht edhe ato që e kanë besimin tire shirkiat dhe kufër. Muhammedun farqun bejnë nas. Muhamedi a.s. i ndan njerëzit në dy grupe. Prandaj ato të cilët përpiqen që ta t'i knaqin njerëzit, ta hidhrojnë Allahun dhe Muhamedin a.s. le ta dinë se ato Allahu Gjelleshanu ka me japru atyre punën, që edhe Allahu t'i urejnë ato dhe njerëzit jenë të urejur ndaj këtyre. Wa man arda Allahe wa askhatën nas, e ai i cili e knaq Allahun Gjelleshanu edhe pse i hidhron njerëzit, dije se Allahu Gjelleshanu edhe njerëzit të qabone një kohë razi. A besoni vëllezër, ka prej njerëzve, do me thonë këto e gjojmë shumë edhe në përmjet të afër me familjeve tona, dikush përpiqet vetëm njerëzve me abo qefin me hidhru Allahun Gjelleshanu. Ki qetri është koncentru edhe me njerëzit, nuk don t'i hidhrone, por nëse hidhron, por don t'a knaqe Allahun Gjelleshanu, dashohesh ma në fund si përsëri që ato njerëz, që ndoshta në fillim janë hidhru ndaj këti, përsëri kanë me dash këtë person. Pse? Allahu e bëri kështu, i shëndroj njerëzit që ta donë këto. Muhamedi a.s. vetë sallallahu alaihi wasallam, kur ishte njeri i mirë, gjithmonë ka qenë i mirë, dhe me thonë i mirë ishte edhe për mushrikët, kur nuk i thritte ato në fe, thoshin sadik emin, i vërtet besnik e kështu me ratë. Si filloj Muhamedi a.s. ta zbatone ato dhe njerëzit t'i këshilone, t'i urdhrone, t'i ndalone, me një grup u kthi kundra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mos mendon dikush që thot vallahe, ne nëse zbatojmë islamin, sunetin e Muhamedit a.s. bëjmë përçarje në mesin e njerëzve. Ja ku e kje përçarjen. Wa Muhammedun farqun bejnë nas. Dhe Muhamedi a.s. i ndan njerëzit në dy grupe. A bën grupacione Muhamedi a.s. Jo, a i zbën grupacione. A i thret në hak, thret në tauhid, në thret në ato e cila e mirë, thret në xhenet dhe thret ke kjo triza, ke kjo sofra. E a i cili përgjigjet thirrjes së Muhamedit a.s. do t'hinë në xhenet dhe do t'hanë për asaj tryzës, për asaj sofrës. A i cili refuzon thirrjen e Muhamedit a.s. nuk ka me hinë në xhenet dhe nuk ka me marë pjesë në atë sofër apo në atë tavolinë e cila është e plot mbushur me ushqimet e xhenetit. Prandaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na thret vëllezër aty ku është më e mira, ku është haku, na thret aty ku kënaqet Allahu subhanahu wa taala, edhe se njerëzit fillimisht hidhrohen, por zemrat të ndorë të tjera i ka Allahu Gjelleshanu, ai i rrotullon si don subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.